Të kitet, moja me njëre sonë të është Loni Brokës, burri i zënë si bola. Hajde. Zuzur Nara, po, këtu. Më falje, ka shkollë për Beograda. Pas ka pikë o Iqbali. Pas ka piti të i tash të ojë, rakia ndaliohet. Ndale. Falje na. Ndale qarë. Imama, zotni. Zire për jashtë, o Sadri. Ty të ke bo qyko burë. Sadri. Ma herët, rakia është ndalume. Lusëm një. Sadri nxire jashtë. A me kalu, ti që aty, sepse Burën e tu të pipianica. Me vëdheq programin. Gjënja i gotë, ja thoma ma herët, bravo, ja thoma ma herët. Është haram. O artisti lindur e kam burrin, kush e ka i nati, bile që aty... Qysh be artist nuk i pas ka pikë ka po qyk? Ju, a? A ke pi në herë burjen? Kur hiq njëtën teme, edhe... Basi e ullë me odhe që emisionin ka zëna, qka o puna s'ti flamurit ja fone e zburë, si pikë, u ka. Hajde. Po e dini që është në gjyre bardhë, mes është në gjyre e kuqe. Po qka farë do me thoni? Nuk ka vlerë që se nusja nuk delë si flamuri kine. Japonez. Të vëllë s'ka vlerë, a? Ja, që shtu ka qenë... E ty më valë që po të vesa, për ty të ka do të si flamuri japonez. Tani, unë kam interes që t'ju përshëndes juve dhe shikus të juj dhe mësafir të gjithë që jeni këtu. Dhe na i pyetje për në Iraki? Pyetje, për shumë, se nuk reklamoni edhe troje, për shumë, dikush që ka me shit në isën. Po s'pëbijnë se vëllojna me qef i reklamujnë. Unë shes 6 e këtë tokë, afer Lipjanit, numrin e telefonit e keni Telmani Broker. Shia, numri telefonit që është, thuja? 044 200 413. 413. Ata bëjnë një pyetje, në Drilon? Po i keni ndru vendet? Pse, po s'ka lidhe, pse nuk e lejuve zonjën Iqballi me u fut Big Brother? Nuk kam ndalu une, ishte fjala që unë jam me Parkinson. E di. Edhe ishte edhe 2 orë, edhe kemi bo një përgatitje, ndoshta 2-3 javë, jo me gardarobe e tjera, por ja që Parkinsoni është një smuje çuditshme, cila lajmërohet nga uji i bunarit, preferoj gjithmonë të vlohet dhe të pijet, pastaj prej boksit, këtu që tërhek një vëmendje që burat mos t'i rafin gratë e veta se nuk fitojnë kur gjë tjetër veç se smujet me qenë. Bravo. Po mendoj smuje për gruën, prej tronditjes, apo thush? Po dhe, që se raf gruën e Se ti vetë, s'm ke raf, Mamed Alia ka qenë. Jo, ti e ke rafa të përgjë. Zotërilan, tash të kësijet dhe me thonë mirë me shëndet shqyqër zotit, edhe urojmë që ti eshtë shumë i kështu gjithmonë të hareshëm se edhe i artist i vërtet. A e lejon zonjën Iqballi, a është zonjën Iqballi për Big Brother, as është? Jo, nuk besoj që është, sepse jemi të lidhën, jemi që 20 vjetë bashkë. Pa, a ki që me po dikon tjetër anë Big Brother, ku? Dikun tjetër kësha preferu në politikë, se e di që po të ishte hap një zyre apo një institucion nga të parlamentit apo në qeveri, ku është që të ketë një sinkronizim, të ketë një kolorit mes njerëzve, që të edhe me dashtë edhe njeri unë i cili ka fenë katolike, ortodoxe, muslimane, me pas me kalu sa ma mirë me zveti, ajo do të na kishtë ndimu. Po kjo tha ma herët që do me thonë një tradhti ta kish falë ty. Jo si kom falë. Po jo, nëse e kështë falë ta kish falë. Aja kështë falë ti një tradhti zënës Iqballi ju. Ja. As një. Ska nevojë. Nëse një njeri tenton që atë tër jetës vetë, që të ketë dashurit, të ketë një respekt, nuk mundët me ardhë deri të aty. Nuk ka nevojë. Bravo. Qka kime në thonë tjetër? Një poezit vockër, për shama. Pa problem. Veç, t'ki shku që to ma shumë, anë i thuj për që aty. Se, dhe qysh, hajde, nuk e kamën e që për vend. Po nga të zujnës Iqballi koje shi. Mjalti lëpriet për lezet, edhe karika për pushtet, urnë. Bravo. Ati ofër, ja mes. Ja mes. Tup. Ja, Jo, se thonë nda qiftin pasaj. Po. është një poezi e vockë, një dyreshta është në... Regjia kësha po shef kur ta lexon poezien me mortë të edhe zonjën Iqballi edhe Loni. Po, bënë edhe një prapavit me po. Bënë edhe pak me, po, bravo. Çfarë poezi ke përgatit, Luan?